Raporti i fundit Instat për vitin 2025 konfirmon se Shqipëria renditet e fundit në rajon për nivelin e pagave. Paga mesatare vjetore bruto në vend është 10.300 euro, ose rreth 860 euro në muaj, duke reflektuar kufizimet të ndjeshme në jetën e qytetarëve. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria mbetet pas. Serbia ka pagën bruto vjetore më të lartë në të gjithë vendet e rajonit, me 15.500 euro, e ndjekur nga Bosnia-Hercegovina me 15.000 euro, Malizi 14.500 euro, Maqedonia Veriu 13.200 euro, sipas të dhënave të instituteve statistikore përkatëse të përpunuara nga Monitor. Diferenca është edhe më e madhe me vendet e Bashkimit Evropian. Sipas OECD, paga mesatare vjetore bruto në Bashkimin Evropian është rreth 50.000 euro, 5 herë më e lartë se në Shqipëri. Në Gjermani paga arrin në 66.700 euro në vit, në Itali 36.600 euro, ndërsa në Greqi 26.500 euro. Diferenca e lartë e pagave është një nga arsyet që po shtyn shumë shqiptar të ikin në emigracion në vendet europiane për të siguruar më shumë të ardhura dhe kushte më të mira jetese, një fenomen ky që po vijon prej vitesh dhe po shpopulon vendin. Që nga viti 2021, Bashkimi Evropian ka dhënë rreth 72.000 leje qëndrimi për herë të parë për arsye punësimi për shqiptarët. Kjo shifër përfshin vetëm ikje zyrtare, pa llogaritur ata të paregjistruar që punojnë në të zezë.